Ishin ato ditët e fund vitit, është papa që del, që thot urbi et orbi, bën atë urimin e fund vitit. Nuk e di si më lidhet gjua atje dhe i them papës, papi, edhe më shkoi në mendje papi Çulo, çka nuk më erdhi atje, vetëm papa nuk më erdhi. Dhe vetëm kur dëgjoj hapet kufja e regjisë, që qëndron Arteni në regji tek ai televizion, edhe vetëm kur më lëshon një të qesh me sa kishte shpirt, domethënë unë ka ndodhur një tragjedi dhe ka ndodhur mëngjes, pas dite i ka shkuar gazetari me mikrofon për t'i marrë një përshtypje të familjarit të viktimës. Shumë si mund ta bësh këtë? A je njeri? Ata vuajnë duke bërë punë, një profesion, një gjë që puna ngari kështu. Është ngari, duhet shkosh tani 8 orar të bësh atë punën. Unë e them gjithmonë, sportistët në vendin tonë janë heronj. Kinotekën sot, drita në çdo skenë. 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Kinotek në Sol. Ja tek takohemi edhe sot së bashku, dhe kam kënaqësinë prezantoj pa jemi shumë të lumtur Kris që na ftove në Kinotek. Sapo ma more vendin e punës. Pra siç e keni marrë vesh, kjo është puntata e fundit ku unë dhe Goni do të jemi duke prezantuar Kinotekën. Moderatori i ardhshëm është Kris Martiero. Përshëndetje. Është shumë qejf të lëm stafetën. Vetëm se ti e përballon dot se mos ke shumë punë. Ta me zor pas kanë prit. Ta çunat e regjisë me zor pas kanë prit të ikim ne. Duar trokitjet kështu. Po janë të sallës, pra janë të publikut që janë brapa kamerave, apo jo? Po skenuar aty skenuar. Po si jeni? Po ç'bëhet? Mirë se na erdhët mirë. Kush i ka ardhur kujt sot? Sot kemi ardhur të tre. Kemi ardhur të tre bashkë. Edhe faktikisht njësoj erdhëm. Unë erdha një çik më vonë në drejtë. Po pra ti i ftuari praktikisht. Unë jam i ftuari sot. Po do më heqin nga puna, e kam vendos domun. Kristi kishte ardhi i pari, unë gjeta këtu kur erdha. Kështu që i bie. Unë të drejtën ngatrova orën, mendova që ishte gjysmë ore më herët. Edhe thash, po mirë, po tregojmë kështu korrekt. Shumë mirë. Tani të mos krijojmë panik. Unë dhe Goni do vazhdojmë, do jemi. Kristi është i ftuari jon. Mirë se erdhe, Kris, shumë kënaqësi të kemi këtu në Kinotek. Se më merr malli në fakt për këto lloj formatesh. Kisha shumë kohë që nuk isha në një intervistë të tillë. Me format podcasti kështu. Se kufjet i kam vetëm për të bërë muzikë edhe kur luaj DJ, po kështu për të dëgjuar veten kur flas, më pëlqen edhe kështu. Si ja bëni ju kur vendosni kufjet edhe dëgjoni edhe muzikën ndërkohë që plejohet? Po luhet muzikë. Se mua më duket shumë e vështirë, ë? Duhet pyesim pak edhe teknikën e Radio Solit, se ka ca mjeshtra të muzikës këtu po. Gjithsesi, përtej ç'bën miku, ë? Po tani të lutem shumë. Jo, është interesante, përgjithësisht e mbajmë një kështu, një kufje jashtë që të koordinohemi pak me muzikën që është duke u luajtur në ambient, edhe me atë që ne do përgatisim për të futur të radhës. Pra ta dëgjoni edhe në ambient muzikën, po themi. Domethënë ti e kontrollon vet volumin e muzikës së radhës që do të vi dhe duhet që ta bësh gati paralelisht që ta miksosh si duhet, ta vendosësh në të njëjtën kohë, në të njëjtën tempo me tjetrën. Dhe nëse nuk e dëgjon vet, pastaj bëhet një kakofoni, kaos i madh për audiencën, kështu që këto kufjet janë shumë domosdoshme si DJ. Shumë të domosdoshme dhe edhe për ne që jemi në radio, patjetër në fillim fare mund të ketë qenë vështirë të mësohesh të dëgjosh zërin tënd, se do të gjithmonë duke bërë autokritik, po pastaj të kthehet në domosdoshmëri edhe të krijon të gjitha të vibe-in. Ama tek muzika elektronike për cilën ne do të flasim, duket pak e vështirë për të perceptuar nga unë, duke qenë se nuk jam fan se kësaj lloj muzike, mos mund tani të më ikësh. Jo, nuk ik. Jo, deri në fund bisedës do bëhesh fan se muzikës. Aq bukur do t'ia shpjegosh ti, sa që kjo direkt sa të shkoj në shtëpi do hap në YouTube. Po ti mund ta kesh me shaka apo do e bëj vërtetun? Po ta bësh me gjithmonë pse. Me sa gjëra merresh në jetë dhe pse? Dhe si? Tani. Një. Marr stylapsin, të shkruaj një nga një. Ja, hape atë fletën e Goni. Hape dhe shkruaj. Kohët e fundit, po merrem me shumë fakt. Jam marrë gjithmonë me shumë sepse kam pasur fatin që po bëjmë pak serioz tani. Të bëj gjëra që i kam dhe pasion gjithashtu. Domethënë, kam përfunduar studimet për gazetari dhe kam punuar në televizion ka një 8-9 vjet po bëj tani.
Sportist, volejbolist, kështu më njohin një pjesë edhe më e madhe e audiencës, sepse kam nisur akoma dhe më përpara, mbaj mend që 11 apo 12 vjeç. Dhe së fundi DJ, muzika, prej më shumë se një viti e gjysmë. Po paralelisht me këto, kur je në media, sigurisht që je i përfshirë në projekte nga më të ndryshme. Prezantime, ku di unë, evente që unë i organizoj vetë, marketingu, reklama. Në fakt të kemi parë tek aktivitetet e organizuara nga Radio Televizioni Shqiptar në pallat kongreseve. Po e vërtet. Në moderim. Ajo ishte një eksperiencë shumë e bukur e fundit vitit kaluar, sepse ishte gjë e re edhe për mua në fakt. Ngjitesha në pallatën e kongreseve, në atë skenën e madhe që janë bërë sa evente historike atje. Bëhet festivali këngës gjithashtu. Dhe më besuan detyrën që të prezantoja shfaqjen e orkestrës simfonike të Radio Televizionit Shqiptar, që ajo Christmas Galaja e famshme që bëhet në fund të vitit, dhe them drejtën e shijova shumë dhe kam marrë shumë komplimente tani për te modestisë, po më thanë që më shkonte shumë. Edhe më rinte shumë mirë. Po, patjetër se gjitha ajo skenë dhe gjitha Unë thashë do thoj gjitha ideal ti. Po më shoh pra deri në fund. Prit. Për shembull, po të isha unë tek ajo skena nuk do më identifikonin edhe po t'i visha takat 15 centimetra. Kurse Kristin e dallojnë direkt, e kupton? Shkon deri tek ai i fundit, tek spektatori i fundit. Kap koka sipër. Por e vërteta është dhe Viola është yll, ë? Pa, kush e mori? Se unë s'do të bëj komplimente ty tash. Unë thashë nuk jam e bukur. Unë po prisja do të thoshte kjo të gjitha ideal. Para se të vije ti, po unë thashë jam e shkurtër. Ne po flisnim bashkë para se të vije ti dhe po thonin sa yll është ai Egoni. Ja, ma bëjnë qefin. Nuk e përballoj dot. Ka një gjë të veçantë kjo tavolina jon sot, se jemi 3 peshore, ne peshoret për diplomaci, më e për të bërë qefin, jemi të papar. Edhe për të mos prishur qef. Edhe për të mos prishur qef. Ja, po të kishte më shumë president peshores, do ndodhte lufta që po bëhet atje. Ja, kupton ove. Ose do ishte akoma edhe më keq. Ose do ishte edhe më keq. Se ndonjëherë kështu me qeshme edhe pastaj. Po shumë gjëra, në fakt edhe më pyesin njerëzit me të vërtetë si ja bën, se ata që punojnë ku çon lekët? Lekët, po shkërvatin. Aty ruhen. Lekët shkojnë e vinë, çështja është a e lam që do bëjmë bisedën si peshore? Po. Donte të thoshte që ne s'kemi kokër leku në peshorët. Apo jo. Nuk kemi të mirë të menaxhimit. Leku nuk është pjesa jonë më e fortë. Më e mira s'ka ardha akoma. Megjithatë. Kështu e mbajmë veten me gajret. Okej. Po kthem tani te pyetja. Si ja bën që ti bësh gjitha? Se secila ka orar, ka angazhim. Edhe orare të forta në fakt, se Viola di mirë, punosh në emision mëngjesi është shumë sfiduese, nuk e bën dot të gjithë. Nuk e bën dot të gjithë se dorëzohen njerëz që kur i thon në çfarë ore duhet vish në punë. Dhe kur duhet të çohesh në 5:30 dhe në orën 6 ti jesh në punë dhe në 6:30 ti jesh live çdo ditë. Sfidë pa. Rastin tim programi është 3 orë gjysmë live çdo mëngjes. Deri në orën 10 ti duhet të jesh duke trajtuar minimalisht 7 apo 8 tema të aktualitetit dhe jo vetëm, duhet të presësh dhe të përcjellësh 8, 9, 10, 12 veta çdo mëngjes të ndryshëm, flasim ftuar të ndryshëm. Është e vështirë. Dhe kjo është pjesa e parë e ditës, që ka përfunduar diku tek ora 10, me gjitha ato orët që do pastaj për përgatitje për ditën tjetër, se kjo është edhe më sfiduese. Njerëzit që do gjesh për të nesër, me temat që do trajtosh, më the tash. Po është shumë interesante, sepse për shembull kur unë dal nga ambientet e RTS-s, orën 10, 11, ka raste edhe më vonë, shoh njerëzit që vinë për punë, unë jam duke dalë. E di këtë ndjesin, Edhe më shohin kështu domethënë, më thon mirëmëngjes. Mirëmbrëma, i them se më ka filluar ditën që në orën 5:30. Ke një kështu një qasje. Po, të vjen mirë për atë. Absolutisht. Po, ideja është që kjo është vetëm pjesa parë e ditës, pastaj fillojnë angazhimet e tjera. Domethënë unë duhet të shkoj në palestër. Se për shkak të voleybollit, kur je profesionist duhet të mbash formë shumë të lartë fizike dhe po s'bërë palestër e vërtetë është që nuk e mban dot. Vitet kalojnë, qunjët rëndohen, mesi coptohet, ku di unë, artikulacionet bëhen, Viola ul kokën se kush e di sa halle ka për vete të tilla. Po që ideja është duhet të bësh palestër edhe për atë satisfaksionin personal normalisht që bën gjithë, po unë e bëj në funksion të sportit, e lidh si gjithmonë me voleybollin normalisht.
çdo ditë. Ose të paktën 4 herë në javë minimalisht. 4 herë në javë minimalisht. Minimalisht. Kjo ndodh në oraret e mëngjesit, se dua të kuptoj pak shumë si alternon kohë. Rreth orës 11:30 në varësi të kur ke mbyllur ditën e nesërme për sa i përket programit, domethënë kur ke kopsitur skaletën e nesërmes. Palestra që merr diku ke 1 orë gjysmë. Nuk besoj ta kaloj më shumë, se edhe nuk dua që të lodhem apo të shpenzoj më shumë energji, se vjen pasditja, ke stërvitjen që ke me ekipin. Po para se të shkoj. Kjo është edhe më shumë se palestra, sepse je në çdo ditë stërvitje dhe në fundjavë të shtunën ke ndeshje. Të dielën pastaj do pushosh që të marrësh veten, do thuash ti sa del ai pushimi dielën për të nisur javën. Ai sa është, se nuk para del. Ne nuk ngopemi në fakt ndonjëherë me pushime, po që një ditë minimalisht duhet, kështu për të mos bërë, unë s'dua të bëj atë dielën, s'dua të bëj asgjë fare. Unë si 3 s'ke faj. Vetëm shtrirë. Nuk je i vetmi. Marr veten. Një xhiro, një shëtitje vetëm mjafton në ditën e dielës dhe ku bie dielli dhe të marrësh ca vitaminë D, do ishte gjëja më perfekte. Kjo është pjesa e sportit edhe punës. Tani midis palestrës dhe stërvitjes që është përgjithsisht në orën 5-6 mbasdite, është dreka që do thuash ti pushon. Nuk pushon, sepse duhet japësh kohën e dur edhe që do shumë kohë muzikës. Pasioni tim më të fundit për nga radha, po jo më të voglit. Nga që është më i riu, mendoj që duhet jetë më i madhi për momentin. Është, me thënë të drejtën, nuk e dija që do ta kisha në këtë mosh pasion kaq të madh muzikën, po kam kuptuar që e kam pasur një ndjesi të brendshme që erdhi dhe shpërtheu në një moment caktuar dhe besoj që ka ardhur momentin më të mirë. Se ndonjëherë si ishte? Ndonjëherë si ishte? Po dhe kur e kuptove ti se e ke kuptuar dhe pak vonë apo ja, s'ka lidhje? Mua do më bënte sens po të thoje që kam kuptuar që më pëlqen t'i bie baterisë. Po jo muzikë elektronike. Ka një lidhje. Se një bateri elektronike është edhe muzika elektronike, kështu që ja na e shpjegoj tani. Si të gjithë, unë jam rritur me muzikë viteve 80-90, domethënë me hitet e atyre viteve normalisht, me klabet e njohura shqiptare, që s'po përmend emra tani, po që kemi shkuar të gjithë. Po, e vërtet, po. Unë ja. Pse jo dhe? Po se jam jabanxhi. Po mirë, s'do të gjë. Po jo, përse jam e vogël. Okay, mirë, kështu po. Edhe jabanxhi edhe e vogël? Tani, një ditë bukur, ka të bëj fakt edhe rrethi shoqëror shumë. Një ditë të bukur, ishte natë në fakt. Ishte një natë e bukur. Ishte ditë e bukur. Po, nata përfshihet tek një ditë 24 orësh. Po, ishin disa net radhazi në fakt. Shkolla bëra pjesë e një festivali shumë të njohur që tani nuk bëhet më, por që është bërë për shumë vite në Shqipëri, edhe në jug të Shqipërisë, në Dërmi dhe Drimat konkretisht. Dhe ishte eksperiencë e parë, me thënë drejtën. Ne sa kishim filluar, domethënë brezi ynë që të dëgjonte pak muzikë elektronike, EDM, të atyre viteve 2010, pra si të them unë, Avicii, Armin van Buuren, Tiesto, është histori e dhimbshme ajo aty. Dhe kishim kuptuar pak si funksiononte muzika elektronike, por nuk është se ishim in në atë gjë, nuk është se merrnim në ndjesi kush e di se çfarë apo thuash tip fansa të zjarrt. Ky festivali ishte shumë i këndshëm, me thënë të drejtën, sepse ishte hera parë që ti shkoje diku në ato lloj ambientesh që ti edhe i stigmatizoje pak kur ishe më i ri vet, thoje, "Ore, çanta njerëz." Po, muzika elektronike, festat, party, rave. Shko, a mund ta tregoj ta ndaj këtë eksperiencën? Ka qenë hera ime e parë, isha me një grup shoqëror. Dhe u drogove? Jo, larg qoft. Në një festival në jug. Po më lër më burri dhe u të flas, më lër ta tregoj historinë. Okej. Dhe nga vendi ku ishim, më sugjerojnë a do vish me ne se po shkojmë në muzikë elektronike rave, nuk e di eksaktësisht si mund ta identifikoj. Jo, je mirë, je saktë. Edhe në 5 minutat e para, them po shkoj pak në tualet. Sa shkova në tualet? Aty kuptove që kishe pirë vak. Jo, pyetja e parë që më bëhet ishte një çun që më afrohet edhe më thot, "A ke të bardh?" Okay, mirë. Nuk e kuptova ç'a tha. Mos keni shami të bardh. A ke të bardh? Është shumë mundsi. Ti kishe të zezë. Unë nuk isha asgjë. Po thjesht më bëri shumë përshtypje dhe mendoj që edhe ky stigmatizimi nuk është thjesht stigma, jo. Shiko,
Nga diku ka ardhur. Pa diskutim. Këto shiko, të tilla situata janë prezente në ambiente ku ka festa dhe kjo diet botërisht se nuk janë bërë në Shqipëri për herë të parë. Sigurisht. Do të thënë, janë dikush e quan kulturë, dikush e quan abuzim, dikush e quan nuk e di, e stigmatizon forma nga më të ndryshme. Çështja është që pa shkuar akoma atje, se ajo është një stad tjetër i të kuptuarit muzikës, unë personalisht e gjeta veten në një festival që s'kisha qenë më përpara, dhe më thënë t'ishe në një turm që ti e dëgjon muzikën me atë volumin e lartë, je në plazh, po rri gjithë natën, pret lindjen e diellit. Çfarë do më shumë? Domethënë, ishte një gjendje shumë e këndshme, shumë e bukur, që ti se kishe përjetuar më përpara, je me miqtë tu, me shokët e tu, me gjithë rrethin e ngushtë, është e rëndësishme shumë edhe me kë shkon. Absolutisht. Domethënë besoj që kjo është pjesa më e rëndësishme të paktën për dikë që përjeton një eksperiencë të tillë për herë të parë. Dhe edhe e thonë që nuk duhet ta pish vetëm, duhet ta ndash me shokun. Po e vërteta është që e shijova shumë edhe më bëri përshtypje fakti që aty në atë lloj turme, po them, në atë lloj ambienti, njerëzit ishin shumë paqësor. Pra ti kur i sheh nga jashtë këta njerëz që janë të gjithë përpara DJ-it duke kërcyer për çefin e vet, thonë, "Ora që janë këta alien." Do të thonë si rrin gjithë secili me njëri tjetrin, po pa folur me njëri tjetrin, po shijon muzikën. Kur je aty brenda, kupton që është një lloj eksperience personale që ti e shijon dhe e lë veten të lirë dhe përpiqesh të bësh muzika të vijë dhe të kontrolloj ty. Ishte eksperiencë unike, them drejtën, dhe po si shkove ti tash nga kjo eksperiencë, nga kjo përvojë shumë e bukur. Ja, aty do vi. Ta bëje vetë pastaj. Ta bëja vetë. Po, kaluan ca vite në fakt. Okej. Kaluan ca vite, eksperjenca ishte shumë e bukur dhe sigurisht kur u kthyem të gjithë në fakt si shoqëri, mbaj mend, Viola kemi qenë 8 çuna. 8 çuna në plazh, në dërmi, duke dëgjuar muzikë. Në fakt, unë ja admiroj. Si vetëm 8 çuna. Në fakt unë ja admiroj. Po gocë nuk e kishit? Po do i gjej atje pra. Unë ja admiroj shoqëritë e çunave, se çunat kanë shoqëri super. Po çfarë 8 çuna sigur po shkonin në Afganistan. Po jo, mos e merrni vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Varet me çalloj syri filozofike shef. Po. Ç'është e këndvështrimit. Se luftë mund jetë ndonjëherë. Megjithatë, kur u kthyem prandaj, eksperienca ishte shumë e bukur dhe dua të them këtë që ajo lloj muzike na ngjiti. Na ngjiti dhe filluam të zvendçonim këto playlistat e Spotify-t edhe të muzikës, nga hip-hopi, nga R&B-ja në muzikë që ishte gjithmonë më shumë elektronike. Por ajo muzika elektronike që është e butë, e ëmbël, që ti e dëgjon në radio, që ti e dëgjon nëpër lounge të ndryshëm, nëpër plazhe, nëpër beach bare, e më the thash, dhe gjatë gjithë kohës u bë pjesë e pandashme, pra shkon në punë, e dëgjon me kufje, je diku e dëgjon me kufje, je duke bërë një punë, një projekt, e dëgjon për të përqendruar. Pra ka forma nga më ndryshme se si e shijon. Kaluan shumë vite dhe rrethi shoqëror u përziej gjithmonë më shumë me njerëz që këtë muzikën e kishin dëgjuar vite më përpara. Njëri prej këtyre është këtu duke na ndjekur dhe duke bërë montimin e DJ më i mirë prej gjithëve, Arten DJ. R10, siç e njohin shqiptarët që nuk e shqiptojnë mirë anglisht. Dhe një i tillë ishte Arteni, po dhe shumë të tjerë të cilët u bashkuan rrugës, si të themi, dhe gjithmonë më shumë ndanim eksperienca, muzika gjithmonë më shumë bëi pjesë e jetës më intensive, derisa erdhi një ditë që thash, më fal, Arteni nuk ishte tek ata 8 çunat që po shkonit në Irak. Jo, ai njifte prej vitesh. Arteni kishte shkuar në Irak shumë vite më përpara. Ishte ushtar i plagosur. Arteni ka qenë në Bangladesh me mision paqëruajtës. Është veteran lufte. Është veteran, është me dekorata, është i tërhequr tani. Tani thirret vetëm për një mision shumë siç ka hije një DJ, po. Po, e vërtetë. E dëgjova edhe një kështu. Push që u bë gati tani. Dhe çfarë po thoja? Po thoja që erdhëm te pika që tani po thoja me veten prit pak. Se kishte diçka, ka një që kur ti e shijon shumë atë muzikën, bëhet shumë gjë e rëndësishme për ty. Pra ti e kupton kur do të lëviz gjithë trupi nga i ritmi i muzikës, është njësoj se të shkosh në rock edhe të shijosh rock. Po keni ca lëvizje të çuditshme kur kërceni. Si kemi më, është si të vi, nuk është se i kemi dhe sot do bëjmë këto lëvizje për shembull. Ato syzet e vendosura këtu dhe pastaj. Syzet janë pjesa më e bukur mendoj. E para një herë se ka një mbrojtje fizike për syt, sepse skenat janë përgjithsisht me ndriçime shumë të forta për efekte artistike,
dhe normalisht të qërrojnë nëse ti je mes natës, ti telefonit se mban dot këtu kur je në krevat, jo ma atë lloj drite. Ja i vendosen sa syze dhe në mbrapa. Bukur. Shkrap. Ja, 1 minutë. Okej, vendosi ti. Edhe pse nuk janë kështu syze për. Po s'ka gjë, besoj që mund të përdorë. Nuk janë syze për rejt. Nice. Okej. Në një pa syze për violën se për mua s'ka nevojë. Ja do t'i jap këto që kam. Janë që pa numër, janë syze djallë. Do ta provoj, më jepni një ndriçim të fortë të shoh si do reagoj. Dhe thash, do ta marr përsipër ta provoj këtë gjë, sepse kisha një ndjesi të brendshme që ti heq do tani se erdhi nata. Kisha një ndjesi të brendshme që mund të isha i mirë te kjo gjëja. E shifja që ishte një gjë që sigur po nxirrte kokën, po shpërthente dal nga dal, dhe thash do ta provoj. Dhe gjithçka nisi një ditë të bukur dimri, mora një controller, një shoku, borxh, thash, "Të lutem, më jep të lodrën se dua të eksperimentoj, ta provoj." Dhe që nga jo ditë, mund të them që jam investuar... Si undave më lodrës. Jo që si undava më, po mund të them që nuk e dija që isha kaq i mirë në të investuar në gjërat që i kisha pasion. Se televizioni është dhe profesion, është punë, do ta bësh si gjithë tjerët. Volejbolli është bërë tani, nuk e di, është bërë lëkurë, nuk më duket sikur bjedha ime s'ka asnjë lloj kuptimi pa volejbollin. Po kjo është adrenalinë e re, është gjë plus, ekstra në jetën time dhe thash, prita provoj pak dhe këtë. Dhe mori shumë mirë, mori shumë shpejt, them të drejtën. Për te modestis, fillova të organizoj gjërat e mia. Pastaj e bleve vetë një controller apo jo? Sigurisht. Ja ktheva shokut se ja majta 4 muaj të shkretit, në lash pa luajtur. E le pa lodër. Lash pa lodra. Mora një controller timin sigurisht. Ajo periudha është shumë e bukur kur ti je bedroom DJ, që ti je vetëm me veten tënde, se sigurisht nuk është se është e lehtë të dalësh nga dhoma dhe të performosh përpara njerëzve. Është një etapë që shumë DJ e vuajnë. Ka shumë DJ, unë kam miq të mi, të cilët janë producenta shumë të mirë, duan të luajnë DJ dhe kanë problem qasin me publikun. Janë të ndrojtur, bllokohen kur kanë turm live përpara. Po unë besoj që këtu më ka ndihmuar shumë pjesa e të qenurit gazetar edhe e vërtet, po që ke një marrëdhënie me publikun. Po kam një kamerë, siç e kam këtë kamerën që kam këtu përballë tani, e kam çdo ditë tjetës përballë dhe do mësohesh. Pra bëhet një gjë shumë e natyrshme. Po edhe natyrshme, po. Dhe unë për këtë kam pasur fatin që u komportova shumë mirë me publikun. Ishte shumë e natyrshme për mua. Fitova një konkurs ku bëra pjesë e një nga festivaleve më të këndshme, më të bukura në Shqipëri, Beats and Brunch, që ishte dhe dalja ime e parë publike e madhe për karrierën time. Dhe ishte një shtys që pastaj bëri shift në karrierë për ta bërë edhe më profesionale. Për të kaluar ditët, për të marrë pjesë gjithmonë më shumë në evente, në festa edhe më të mëdha, edhe për të ardhur deri sot, ku mendoj që kam bërë një progres të mirë për një periudhë kaq të shkurtër kohore. I vura pikën tani, se po mendoja sa shumë kam treguar që kjo tregon qartësi edhe pasionin që ti ke për të bërë DJ në muzikës elektronike në këtë pikë të jetës, edhe patjetër që për gjërat që i duam flasim me shumë dashuri edhe mund të flasim edhe për orë të tëra. E di çfarë është më e bukur e kësaj që këto janë për të ngrënë? Ato bëfshin mirë. Jo vetëm kokoshkat, po edhe bonot. Edhe bonot janë. Kur të duash edhe i kemi mos harroni sa herë. Me çfarë i kemi bonot sot? Ju merr ria apo doni të ëmbëlsoheni, keni croissant bono. Sa mirë, ju priskeni edhe me ushqim, por nuk ka pritet asnjë me ushqim. Kemi të gjitha shihet cilën dhe pak më vonë vjen dhe keci i pjekur nga mbrapa. Keci. Po. Do ta shtroj muktun mes tavolinë. Muktun mes. Bukur. Tani, e di pse. Na jeti me origjinë. E di pse, një sekond. Ja, se duhet ta bëj këtë pyetjen, nga që përmendë Kecin edhe. Un jam Lerit në Tiranë, kur i thon. Baba është Lerit në Tiranë. Po të iki larg, po të shkoj ke gjyshi. Gjyshi nga ana e babit është ka qenë me origjinë nga Leskoviku, gjyshi nga Korça, ndërsa nga ana e mamit janë nga Përmeti. Ne kam një mix të jugut, të kolonjës. Por që nuk është se e ndjej shumë dhe nuk është se më lidh në gjë madhe me familjen. Keni pas to traditat e Kecit si thot e go. I kemi ne. Jo, i kanë, po i kanë. Kemi edhe ne Kec qinj të gjitha. Molçi, çfarë janë? Po. Tav dhe uz.
E di pse më pëlqeve sepse më ngrohe shumë zemrën kur kuptoj që njeriu në çdo moshë mund të zbulojë nga një talent të vetë, nga një pasion dhe ta kultivojë atë, ta bëj pjesë të përditshme të vetes. Kjo është shumë e bukur. Është shumë e bukur dhe shumë njerëz mua më vjen keq që e privojnë veten e tyre nga gjëra që mund të jenë shumë të mirë, vetëm sepse mendojnë që nuk bëhet kjo tani, o ka kaluar mosha. Çfarë është mosha? Numër. Sa ndihesh ti? Një numër. Unë 18. Bukur shumë. Ma mos pyes. Unë Jo, kam vërtet. 18 dhe 100 kg. Po. Më vjen shumë keq që njerëz njoh shumë, kam shumë miq që janë shumë të mirë në disa drejtime dhe thjesht i kanë neglizhuar, nuk i kanë zhvilluar, mund të ishin bërë shumë të mirë. Sot mund të ishin shumë, ku diun, s'po them të famshëm, por shumë pasur, mund të ishin bërë lek për atë për atë gjën që dinë bëjnë mirë. Po jo më pse? Se ata vuajnë duke bërë punë, një profesion, një gjë që puna ngari kështu. Është ngari, duhet shkosh tani 8 orar të bësh atë punën. Me gjithë respektin, po nëse s'është gjëja që ty të plotson, është fatkeqësi. Nëse ti e di që mund të kesh pas talent diku tjetër dhe s'ke shfrytzuar atë lloj talenti sepse ke thënë jo po s'kam moshën, jo po se s'kam kushte, të gjitha bëhen. Po të kesh, unë kam kuptuar, e shihja edhe unë si kështu si fjali klishe që talenti puna e mund talentin e të më the thash, po është e vërtet që po pate dëshirë për diçka dhe po pate vullnet bëhen të gjitha. Me thënë ata që janë bërë, që ne i marrim si shembuj edhe jashtë në përbot, s'kan pas asgjë. Kam pa histori nga më të ndryshmet se si më kujtohet historia e një DJ që ishte së fundi në Shqipëri, James Hype, që thoshte unë kam nisur karrierën kështu. Vajta në Ibiza, bleva një bilet 30 euro për të shkuar nga Anglia në Ibiza dhe i kam shkruar çdo lloj promoterit të klubeve dhe DJ-ve që ishin atje. Aman të lutem pa lek, pa pagesë, pas gjë vetëm lër të luaj për të hapë shfaqje. More sikur pa njerëz fare. Të luaj të mshini sa vlerë kam. Dhe njëri kishte këtë përgjigje, po. Dhe pjesa mbetur është histori. E vërtet. Që domethënë ndonjëherë duhet ti shkosh atyre gjërave që ti beson se janë të mira për veten tënde. Edhe nëse duket në rrethanat më të pamundura. Dhe kjo për mua ka qenë jo vetëm ky, po kam shumë shembuj të ndryshëm frymëzues. Edhe pse ne peshorët, nuk e di për ty Viol apo edhe për ty Egon, jemi pak njerëz me fat. Unë e them gjithmonë këtë. Domethënë edhe un kam fat, po e kam të keq. Pse e ke të keq? Varet si na vjen fati. Varet si shef, varet me çfarë lente je. E thash ç'është e këndvështrimi. Unë personalisht kam pasur fat sepse tani do të zhvendosem edhe nëse s'më pyet ti tek gastaria apo tek gjëra të tjera. Para se të zhvendosemi, se me kaq shumë gjëra sa bën, do na duhet goxha kohë për të folur. Unë them të shkojmë më përpara në hapësira muzikore, se muzika na ngron shpirtin të gjithëve, edhe pastaj rikthehemi bisedës. Yes. Ja ku jemi rikthyer sërish, më mirë, si është ajo, më mirë me ty e Genës. Më mirë me ty e fukara. Dhe me theks grek tash. Se sa pa ty i pasur. Më mirë pa ty dhe i pasur. Po pse thash gjithë? Ballaj. Sepse halli ynë është si të bëhemi të pasur. Si të bëhemi të pasur pra, apo ja. Gjithë kemi menduar që puna në media do bënte ndonjërin prej nesh të pasur. Historia ka treguar që jo, kjo nuk funksionon, po ne besojmë ende te ideale të bërit gazetari. Ty të ka shpërblyer puna në media? Po varet çfarë quhen të pasur. Po fute këtu tani. Apo është Po fute këtu tani, s'dalim dot pastaj. Deti gjër. Është deti gjër. Shiko, puna në media është punë shumë e mirë. Varet nga pozicioni sigurisht, po në momentin që je në ekran është punë që paguhet mirë. Kjo është pak më e vërtet. Po pjesa më e madhe e atyre që punojnë në media, jam i bindur që të ardhurat e tyre i sigurojnë apo i rrisin edhe nëpërmjet degëzimeve që ka media. Po, e vërtetë është, kjo është e vërtetë, po. Domethënë, evente, shfaqje, promovime, marketing, reklama, e thash edhe në fillim, media sigurisht nëse është serioze dhe edhe të vlerëson siç duhet, sigurisht është një farë trajtimi që nuk e kanë shumë profesione në vendin tonë. Kot ta mohojmë. Për shkak të networkut që krijon, për shkak të aksesit që mund të kesh në disa vende, apo jo? Po, networku është gjithçka mendoj në këtë vendin tonë të mrekullueshëm që e ka bekuar Zoti dhe e ka falur nëna natyrë.
është gjithçka. Kjo është gjë e mirë, po është kështu si thik me dy presa, se ndonjëherë nuk ka pse të jetë networku që të ndihmojë ty të shkosh përpara. Nëse gjithë gjërat janë në vendin e vet dhe ka meritokraci, ti mjafton të bësh punën, siç bën gjithë botën dhe merr atë që meriton. Po këtu duhet networku, të themi drejtën, sepse her pas here meritokracia nuk është në vendin e duhur. Nuk fillon nuk rri si ne si peshore. Ikën nga një anë apo nga ana tjetër dhe ti duhet që me ndihmën e networkut ta nuk është pika jone fort meritokracia, me thënë të drejtën. E di. Tani ky është realiteti, duhet ta pranojmë. Problemi është apo bëhemi më mirë apo po shkojmë drejt një situate akoma edhe më të keqe. Si është ti, Kris? Si realiteti pjesë e medias po flasim. Shiko, media ka ndryshuar shumë, them drejtën. Mua më vjen keq që disa parime në media, unë po flas në përgjithësi tani, janë shkelur pak. Domethënë, të marr një shembull konkret. Ka biseda shumë të bukura, intervista të mrekullueshme në gjykimin tim që unë i kam bërë ndër vite me të ftuarit që kanë pasur në emisione ndryshme në kanalet ndryshme dhe janë biseda të cilat për shembull kur ti ke postuar në YouTube ose kur janë ndjekur live kanë pasur shumë pak shikueshmëri ose shumë pak pëlqime ose shumë pak shpërndarje. Ka pasur raste edhe fare zero. Ka pasur raste kur ti thjesht ke bërë një titull provokues apo ka ndodhur një konflikt i vogël verbal atje në studio apo ku di unë është thënë një fjali e cila ka provokuar pak. Bum. Ajo është shpërndar gjithandej, është bërë nami, nuk është se ka pasur në i vlerë në vetvete. E di, po, shiko, mos ndoshta ne si gazetar dhe si moderator duhet të kuptojmë që ajo që ai pëlqen publikut nuk është do e mos ajo çfarë na pëlqen ne. Po. Dhe këto të dyja s'kan pse të jenë, po them, ato normalisht mund të jenë ndryshme, po nuk kanë pse të jenë në kundërvënie me njëra tjetrën. Ne thjesht duhet ta kuptojmë që ka një prirje të caktuar publiku. Jo, në atë shkaqe thjesht, po. Ne atë po bëjmë. Se ne do i përshtatemi tregut, absolutisht. Po problemi është që kur vjen për shembull nga shkolla e gazetarisë dhe ke bërë ca leksione me ca pedagog shumë të mirë dhe ke marrë ca mësime jete për shumë vite se si ti duhet ta bësh gazetarin, se si ti duhet ta konfirmosh informacionin të paktën 2 burime, se si ti duhet të shkosh vetë atje në vendngjarje, të shohësh me sytë e ty ç'a bëhet. Edhe kur shef realitetin e sotëm që se ka edhe një zhvendosje të madhe të gazetarisë. Gazetaria tradicionale tani është veshur me perde shumë, nuk është zhvendosur nga rrjetet sociale, nga YouTube-i, ku nga ky presioni për të qenë të parët që të nxjerrësh lajmin, informacionin, ti shkel shumë parime. Ti shkel shumë parime dhe në momentin që ti shkel parime, nuk e kupton më atë vijën që ndan që në vërtet me fake news. Dhe sot kemi shumë fake news. Jo vetëm me fake news, po edhe me çfarë është etike dhe çfarë jo. Absolutisht. Sepse ky është një nga shqetësimet e mia më të mëdha. Ka ndryshuar perceptimin. Shoh shpesh herë tek media, ndonjëherë, sidomos në rastet kronikës së zez, mua më duket sikur njerëzve nga gazetari ose nga linja editoriale e një mediaje të caktuar i përdhunohet dhimbja për klikime. Pra, shumë keq, luhet me dhimbjen e një familjari apo një individi. Kjo është një gjë që e vëre të ndodh sot, edhe patjetër jam kritike për këtë pjesë, po ndoshta nëse do më duhej mund të isha dhe unë duke bërë një gjë të tillë, se do të përshtatesh pak me situatën. Rastin specifik që ti po përmend, unë me këtë lloj rasti s'kam bërë kurrë kompromis në jetën time, sepse ka qenë leksioni numër 1 që kam marrë në shkollë. Çfarë janë raste të situatave të tilla dhe këtu po fus edhe vetvrasjet, që është tek kulmi i kronikës së zez, nuk duhet të transmetohen fare. Fare, nuk duhet të publikohen fare. Kujt i duhet të mësoj arsyet apo pse dikush vrau veten. Ky është parim gazetaresk botror që nuk i shërben askujt, vetëm një klikimi të errët, si ta them, të djallëzuar. Pse duhet që ti të përhapësh panik për disa ngjarje që nuk i shërben askujt. Se ja e bëre ti këtë lajmin, ja e raportove, ja i vajte ti. Unë kam parë këtu gazetar që ka ndodhur një tragjedi dhe ka ndodhur mëngjes, pas dite i ka shkuar gazetari me mikrofon për t'i marrë një përshtypje
të familjarit të viktimës. Shumë e si mund ta bësh këtë? A je njeri? Shiko, është e vërtet që vitet e fundit, me që ma kujtove, ka një masivitet, po them, të kronikës së zezë. Pra raportohet shumë më tepër, ka shumë më tepër interese edhe në emisionet prime time, sepse është ajo që përmendë pak më herët. Si shpjegohet kjo rritje e volumit të kronikës së zezë në median shqiptare? Përgjigjen e ke tek pyetja që bëre pak më herët. Jo gjithmonë ajo që do publiku është ajo që duam ne. Fakti që këto gjëra komentohen, sot ka një filozofi që po e përdorin shumë edhe mediat, le të themi gjigantët e platformave mediatike nëpër botë. Rage bait, pra të nxisës këtë klikimin. Të nxisës këtë urrëtitjen, këtë inatin. Pra çfarë bëjnë sot? Sot hedhin një foto tonën, ne të tre, që jemi duke u kapur për flokësh edhe për duarsh, që sigurisht është gjeneruar me inteligjencë artificiale, dhe e din shumë mirë që do ngjalli zemërim tek publiku, po duke ngjallur zemërim ti do komentosh atje. Je i prirur që thua do rrisësh trafikun e. Edhe kjo rrjedhimisht do rris. Kjo përkthehet në likes, në shpërndarje, do ja çoj egon i vjerës, do shife pak më çka kanë bërë ata atje. Kaq që mjafton atyre. Pra, like, koment, shpërndarje. Ti u futen algoritëm këtu. Bravo. Ti mendon që edhe në rastin e kronikës së zezë është e njëjta gjë? Absolutisht. Pra, ti nuk mendon që ka dhe nevojë për një farë informimi dhe një farë transparencë sa i takon këtyre ngjarjeve? Besoj që misioni në tilla raste është 10%. Ndoshta për efekt sensibilizues apo ndërgjegjësues, nuk e di. Po nuk sensibilizon, se nuk i vjen në ndihmë kërkujt. Në të kundërt ne nuk do kishim vetvrasje të përsëritura njëra pas tjetrës. Pra, po e marr ka një efekt psikologjik ajo ai raportimi vetvrasjes. Ka një arsye pse. Pra një raportim për lere vetvrasjen, se vetvrasja është pak më komplekse. Jo, po sepse këtu raportohet çdo vetvrasje që s'duhet. Sepse çfarë ndodh? Ti çfarë po i thua dikujt që është në një situatë vështirë për jetën e vet. Është dikush që po vuan shumë për momentin nga ana psikologjike, është në gjendje shumë të rënduar o vlla. Mund të jetë me ilaçe, mund të jetë me medikamente. Dhe kur shen televizion që dikush i dha fund jetës sepse kishte këtë lloj problemi, ç'a bën ti? Shtyn dhe atë tjetrin të marrit një vendim. Kjo është arsyeja pse ca gjëra lëri fare se nuk i shërben njeriu. Pra nuk ka efekt parandalues. Jo thjesht vetvrasja. Jo thjesht vetvrasja, po them. Po edhe vrasja. Po edhe abuzimet edhe veprat e tjera penale. Po abuzimet me të mitur. Okej. E sa problematika tjera që kanë ikur mbrapsht në realitetin mediatik shqiptar. Trajtohen keq. Sepse unë jam dakord për raportimin, duhen raportuar, ama jo të tregosh detaje makabre se ajo është tepër. Nga muzika tek realiteti i medias shqiptare. Po ç'do të bëjmë ne që bën kaq shumë gjëra ti? Më pëlqen. Jo, qëndrojmë edhe këtu, nuk ka problem. Ç'do bëjmë që nga gazetaria shkova, nga volejbolli te gazetaria, pastaj nga gazetaria te DJ Lëku, të thosha unë. Po tani ka nevojë njeriu që të gjej pak paqen me veten edhe ku gjen më shumë paqen ndër të treja? Me thënë të drejtën, unë drejtoj emision mëngjesi dhe edhe aty ku jam radio televizionin shqiptar, që besoj gjithkush duhet ta provojë paktën një eksperiencë në institucionin e radio televizionit, se është media më e vjetër në vendin tonë. Ka një farë krenarie. Ka një farë krenarie. Duke e stigmatizojnë shumë, po ndiqet goxha. Unë jam surprizuar nga njerëzit që më kanë shkruar dhe më kanë komplimentuar kur kam shkuar nga një televizion privat në radio televizionin shqiptar. Megjithatë. RTS-ja ka dhe një farë nostalgjie, ka të vendos në një farë gjendje, po e them si përvojë time personale, kur e shoh për shembull që e shoh televizorin, atje më vendos edhe në një farë gjendje paqeje, sepse shumë familjare, shumë familjare, po fjala e saktë familjare, sepse ndryshe nga televizionet e tjera private, edhe të mëdha qofshin, ti e kupton që aty nuk je në vrullin e kësaj të shikueshmërisë dhe të klikueshmërisë që ta merr atë energjinë mendore me dhunë more, ta nxjerr nga Kafka. Ke një përgjegjësi pak më të madhe. Pavarësisht të gjitha problemeve që mund të ketë, nuk po e diskutojmë, po që e ka këtë efekt kaq të këndshëm. Jo, po dua të them këtë që RTS-ja vërtet ka ndryshuar, jo se kam shkuar unë këtë vit, po vërtet është bërë një farë reforme se ka fytyra të reja. Kudo ku ka fytyra të reja që duan të punojnë me qef, me pasion, vjen dhe ndryshimi, se nuk vjen ndryshe ndryshimi. Dhe çfarë do thoja,
Pallati 176. A mërzitesh ti duke e parë? No, Jo, never. S'mërzitesh pra. Sa herë të jetë Do e shohësh do qesh, po si ky ka arkiva e RTS-s është e pafundme. Është hapur edhe një kanal tani, mos gaboj në YouTube, RTS arkiva ku janë të gjitha që ti mund të dëgjosh. Kështu që ka arsye nga më të ndryshme. Pyetja jote, se nuk e harroj pyetjen, pavarësisht se flas shumë, ku e gjen paqen. Paqen e gjej edhe tek muzika, po prisja një përgjigje nuk e gjej kur paqen. Jo, e gjej. E gjej, them drejtën, e gjej, edhe pse mendoj që është luksi më i madh të kesh ca minuta ku gjen paqen ditët e sotme, se është bërë jeta aq dinamike, do të thënë, më doli një kështu foto meme që 1974 është po aq larg me vitin 2000 sa që është 2026. Do të thënë, kur ti mendon që kanë kaluar 26 vite nga viti 2000, do të thënë, ndërkohë që ajo 1974 është dukur gjithmonë kështu si gjë e lashtë, mistike, domethënë që çfarë mund të ketë ndodhur në ato vite, ti kupton që jeta sot për shkak të vrullit madh që ka, jemi gjithkohë me telefon në dorë, nuk e kuptojmë si na ikën koha, ka nevojë pra për këtë paqen. Dhe unë këtë paqen mendore, shpirtërore e kam gjetur për shumë vite tek sporti. E kam gjetur te voleybolli. Domethënë ti kur futesh atje në stërvitje 2 orë, ndalon çdo gjë që ekziston. Edhe po e mendoja para pak ditësh që po thoja, ore, është i vetmi vend ku ti futesh dhe nuk e ke telefonin afër. Po bën diçka. Se edhe në palestër në xhep e ke. Nuk është mirë. Edhe ke muzika, okay, kur luan, prandaj thash, muzika dhe sporti, unë aty e gjej paqen. Sa më larg kësaj gjës. Kur jam larg kësaj gjej paqen, me thënë drejtën. Kur ke librin, aq minuta sa mund ta kesh në darkë para se të flesh, te muzika, ke voleybolli, larg kësaj vjen paqja. Po, aty do donim gjithë, po e kemi të pamundur për sa kohë është thyer në mjet pune për ne. Do të thonë, për te këtyre mesazheve sensibilizuese që japim. Ja të shkon syri o buri dhe shohësh pak çan notifications kanë ardhur. Po, cili është notification i fundit që ka ardhur? Janë njerëz që po më bëjnë mention në story sepse kam evente të vazhdueshme dhe gjatë gjithë kohës çoj ftesa, mi kthejnë mbrapsht, më përgëzojnë për gjërat që bëjnë, për gjërat mira, gjërat bukura. Ne kemi një pyetje. Një? Po do të thonë, një e të tjera pas kësaj. Po një. Si erdhe ti në këtë botë? Ta them unë si erdhe. Ka qenë një lejlek me qaf shumë të gjatë. Po shumë të gjatë që dola dhe unë 1.97. 1.97? 1.97. Ngriu një herë, a do të kapi kamera? Po jo mëse nuk është etike se pastaj do dali kërtiza. Okej, lëm. Do të thonë çuna zbëhet, ëh? Nuk bëhet. Tani je bërë gjatë nga volejbolli apo s'ka lidhje, ky është mit i krijuar? Nuk ka lidhje. Tani volejbolli mund të zgjasi 1 cm gjys, 2 cm, po unë mendoj që është genetike totalisht. Nuk se duket kështu sikur ajo është gjë e mirë, s'është dhe justifikim. Pra i fuzin fëmijët që të zgjaten pak, po fëmia do zgjatet tani. Vetëm po mbajtin një shtang kështu gjithkohon mbi kokë, vetëm ashtu nuk zgjatet. Prandaj jam e shkurtër se kur isha e vogël, po. E kisha vllajën peshngritës edhe ai më detyronte gjithmonë që të shkoj edhe unë besh. Shi. E justifikova vetëm se më shkurtër. Shi, po. Po ti nuk je shkurtër, pse thua je? Nuk jam aq i gjatë sa do doja të isha, ha. Po me tash njeriu do shumë gjëra, në jetë. Ta them unë si 1.97, që mos kesh merak fare, është super ti jesh i gjatë. Se po pritet të thosha, nuk është shumë mirë, për përjashtim tani. Jo, është shumë mirë vërtet. E dikur e kam kuptuar që është mirë. Kur iknim për shembull mbajmë Qemal Stafën e vjetër, që rrinim si sardele për të futur atje në stadium. Të gjithë nga që shtypeshim kush e kush të futej përpara se ka pas ndeshje që futesh edhe 30 veta me një dera. Mbi ju merri fryma, ndërsa unë isha gjithmonë një kokë më sipër. Ti ishe air condition, ishe aspirator. Por është pak problem në fluturimet gjata për shembull, që duhet i marrësh këmbët ti varesh këtu gjë. Se s'ke ku i futur. Apo kur e ke krevatin fix kështu 2-2 për shembull. Ka dhe një gjë të mirë që nuk e lidh ripin. Cilin? Ripin e makinës. Po, ripin e makinës. Lejohet për shembull ty të lejohet mos ta lidhësh ripin? Po. Nga gjatësia po edhe pse ka ndryshuar pak tani, automjetet janë
nga që janë bërë më moderne, edhe atë të rritë sigurimit e kanë pak më sipër. E kanë më sipër, po. Ti mund ta lëvizësh. Po e vendos rripin që e di pse e vendos sepse e di shumë mirë që më përpara nuk e vendosja për këtë arsye dhe më ndalonin gjithë policët. Sa vinin, afroheshin ke xhami dhe më shihnin që gjunjë dhe rrinin ke timoni, iko shoku ik thoshin. Gjithë domethënë. Edhe vetëm që të shmangja këtë ballafaqimin, vendos rripin. Këtu flas në zona të shkurtra urbane, se pastaj normalisht rripi duhet mbajtur gjithmonë. Po si ja bën kur je në makinë, e çon karikën te bagazhi që të japësh gaz apo s'ka nevojë? Jo, ulem mbrapa. S'ka. Po që kam Forestrat tani vetëm për këtë arsye se doja që tisha nga përmasat e mëdha plus që ne jemi dhe un kam dhe vllajin që është 1.95, më pak, shoqëria ime të gjithë. Që ka i shkurtër. Është pak, po. Shoqëria ime ime më e madhe volleybolist, janë gjithë nga 2 metra, ti fusesh makinës. Kam qenë në një nga këto eventet unë Kris, që organizoni ju bashkë me DJ-n ton Artenin. Kemi luajtur një back to back, një nga tarracat më të bukur. Edhe thash, prit mos bëhet këtu ndeshje basketbolli apo voleybolli. Se kishte ardhur gjithë ekipi. Vetëm njerëz gjatë. Para kështu. Vetëm njerëz të gjatë pafundësisht. Pastaj kisha aty tek tuk njerëz si puna ime për masa normal. Edhe Viola në fund i thoshte zysha dalin mbrapa këto çuna se nuk shohin fare. Edhe vërtet nuk shija dot ç'të bëj aty. Po ma merr mendja. Herës tjetër do jesh pas meje ke buthi DJ-t, kështu që super fare. Ju bezdisin njerëzit kur rin aty? Se mua nuk e di, do më duke jetë tmerrshme, më duke performuar. Nëse nuk prek në një gjë aty te kontrolleri që mund të fiki derën pastaj. Ora, ai kontrolli është si panel avioni, nuk e di domethënë. Po, ashtu duket në fillim. Edhe kur e mëson pastaj duket kështu si biçikletë, sikur po jep biçikletë. Pastaj di çdo lloj gjë që bën një buton. Po, patjetër, normale. Leve, po. Kur kalon nga kontroller që është kështu i dhomës, themi klasik, i vogël në aparaturat profesionale të muzikës në festivale, herën e parë je kështu u futet USB, dritet dora, nuk di gjesh ku është vendi USB-s. Po që ja merr dorën kollaje dhe ashtu duket si cockpit avioni, kështu. Po që gjithsesi është nice, është gjë e bukur. Domethënë kur ti ndez atë kontrollerin dhe hapen ato dritat, edhe aty e gjen paqen. Okej. Edhe aty e gjen shumë paqen. Mesazhi është që nëse e kërkon e gjen. Kështu që ndonjëherë mjaft ta kërkosh. Viola, po ti e ke kërkuar? Paqen, e ke kërkuar? Si hap telefon. S'më përgjigjet, jo, nuk përgjigjet. Nuk jap telefon. Thirrja juaj ose jo, buxheti juaj nuk mjafton për thirrjen e kësaj telefonate. Ju lutem, provoni më vonë. Se çfarë do të pyesja për volejbollin? Se na kaloi biseda, por I kthehemi prapë te volejbolli. Je dëmtuar, domethënë është volejbolli sport që të dëmton, që mund të të lërë me pasoja, ku di un, ligamente, problematika të mëdha, ke kaluar ti ndonjë episod të tillë? Volejbollin vetvete nuk është se të dëmton, asnjë lloj sporti të dëmton. Të dëmtojnë kushtet. Njerëzit e tjerë që luajnë atë sport. Njerëzit e tjerë që janë të papërgjegjshëm, janë shumë të rrallë, janë në raste episodike dhe nuk para të dëmton njëri me dashje, por të dëmtojnë kushtet në të cilat ti luan dhe stërvitesh. Dhe këtu tani mund të kemi hapur një diskutim shumë të madh dhe shumë të gjerë, po e vërteta është që unë e them gjithmonë, sportistët në vendin tonë janë heronj. Janë heronj sepse mbajnë gjallë disa sporte për të cilat në fund ditës nuk është se fitojnë një gjë të madhe. Domethënë, çfarë interesi ka një sportist, apo e them hapur fare, të fillojë dhe të bëhet volejbollist në Shqipëri? Apo të bëhet basketbollist në Shqipëri? Ma thua do ti e gon për shembull? Një arsye. Përveç pasionit, s'besoj se ka ndonjë gjë tjetër. Dhe po ta them nga fakti që njoh basketbollist. Dhe e di se çfarë sfidash edhe çfarë padrejtësish u bëhen. Padrejtësi në kuptimin e mirëfill të fjalës, pa I hequr asgjë. Çfarë bëhet në botën e sportit, është problem I madh. Jo vetëm kjo është vetëm një pjesë e asaj pse sportistët janë heronj. Çështja është që ti po shkoj te dëmtimet që përmendi Viola për shembull. Nuk është se jam dëmtuar ndonjëherë me trauma shumë të mëdha, si fraktura të mëdha që të mund të jenë mbajtur jashtë për një kohë gjatë, po ta them kështu, më fusësh në skaner tani, mund të dal me një 250 lëndime nga më të ndryshme,
me ligamente, me artikulacione, me muskuj, me tendina, sepse terrenet ku ne stërvitemi janë fatkeqësisht të degeneruara. E them këtë me plot gojë, të shihni ju ku stërvitet sot ekipi kampion i Shqipërisë i Partizanit në volejboll, tek salla e dytë e Pallatit Sportit Aslan Rusi, ku për herë të fundit është ndërhyr kur ishte gjallë vet Aslan Rusi, kam përshtypjen unë, se kam shumë vite që stërvitem atje dhe është një terren shumë i vështirë, shumë i amortizuar, shumë i dëmtuar, po të bësh 500 kërcime në ditë, një terren që është sikur po hidhesh në beton, merre me mend çfarë i bën trupit. E jo vetëm kjo, po shumë kushte të tjera që janë të vështira, duke filluar që nga temperaturat, për shembull dimër. Në Pallat Sporti është më ftohtë brenda se jashtë. E vërtetë është po. Është më ftohtë brenda. Edhe për shkak të lagështisë, është më ftohtë brenda. Po, dhe ka pasur raste për shembull që ne kemi luajtur në 0 grad, 1 grad. Po më thuaj ti mua, si mund të luash volejboll? Si mund të nxehesh? Ne dalim me xhupa ndimër. Me golf, me triko, me xhupa, domethënë derisa të nxehemi, aq sa mund të nxehesh për të filluar lojën. Pa a ka në një cilësi loja pastaj kur ti ke dal me xhup? Më thuaj mua. Domethënë infrastruktura, temperatura, të dalë pasaj të kushtet financiare. Leri fare mos dilet apo dilet aty, ka një dali aty apo. Shiko, e vërteta është që sot të paktën për skuadrën që është kampione në Shqipëri ka një trajtim të mirë. Ka një trajtim shumë të mirë. Se nuk do them asnjëherë të mjaftueshëm, se nuk mjaftojnë parat për një sportist, se sa më shumë para të ketë aq më nivel të lartë profesional arrin. Se kjo e bën diferencën me të huajt. Pra, se ti ke kushtet mira duke filluar që nga ushqimi, nga dieta, nga palestra, nga suplementet, nga e deri ke cilësia e atletëve që ti luan. Unë kam filluar sportin me 50 euro, 100 euro në muaj, normalisht 18 vjeç. Po homologët e mi në përbot pagueshin 10 fish e ku diun se sa më shumë. Që do të thotë, nëse ti këtu nuk arrin të bësh një sakrificë të madhe, më së shumti prej dëshirës dhe vullnetit tënd, nuk arrin dot te ky niveli që ti të marrësh një trajtim dinjitoz sot, për shembull siç e ka ekipi Partizanit ku un jam, apo siç e ka pasur deri diku Tirana në të kaluarën. E lën rrugës sportin, shumë sportistë. Pra investojnë 5, 6, 7, 10 vjet dhe vini pikë e lën. Sepse nuk them. Çfarë do bësh me 300.000 lekë muaj? E ke menduar ti ta lësh të heqësh dorë përfundimisht? Shiko, ka përshtypjen duhet të ketë një mosh. Mosh nuk para ka, është përgjithsisht ai momenti që ti thua s'po shty dot më fizikisht, nuk kam ç'a jap më dhe unë prandaj e bëj dhe palestrën çdo ditë që të shtyj këtë, të kem jetë gjatësi sa më të madhe në sport, domethënë ta shtyj sa më gjatë. Ronaldo luan akoma 40 vjeç. Dhe është inspirim për sportin. Po unë nuk është se kam menduar për ta lënë sportin ndonjëherë, sepse nga që kam bërë disa gjëra në jetë dhe i kam pasur të gjitha pasion, i kam ndërthurur, kam luajtur edhe disa sezone me shumë pak para, se ishte një gjë që kisha hedhur shumë investim. Më pëlqente ta bëja. Është një familje mbrapa që si thua, ka kaluar një pjesë shumë madhe tjetër duke ardhur duke ndjekur gjithmonë pallatet e sportit, ndjejnë këtë satisfaksionin që po shohin fëmijët e tyre duke u bërë dikush i paktën në një drejtim. Pra ka shumë arsye që po ti mbledhësh bashkë të motivojnë të ecësh përpara. Por nëse ti do bëje vetëm volejbollin jetën tënde, dhe un kam shumë shok që janë vetëm sportistë, siç duhet jetë. Siç duhet jetë. Po, e vërtetë është. Të zgjohesh mëngjes, se në të kundërt ti nuk i jep dot dedikimin e plot 100%. Po nuk po s'bësh dot, pastaj do bësh një lojtar mesatar, po nëse je një lojtar mesatar, e ke fundin shumë shpejt. Do duhej që të zgjohesh mëngjes, të shkoje se themi pse si mundim dot ne të tjerët ose skuadrat e huaj ose po jam kaq nuk ka brir. Sa ai zgjohet mëngjes, ha mëngjes shumë të mirë që ja ka përgatitur nutricionisti, shkon palestër, mbaro palestrën, kthehet në shtëpi, ha drek, shtrihet, pushon, shkon në stërvitje mbas dite, kthehet, pushon prap. Si mos bëhet ai? Si mos bëhet stare, si mos bëhet yll. Po u çove në 6. Thash me vrap, me i dorë, këtej të vishesh, të kapësh autobusin, tikësh në punë.
të dalësh në 5 nga puna, jeni gjithë ditën ul me shumë mundësi. Mund të kesh edhe në këmbë. E ti kësh në stërvitje, je telef, je i mbaruar, i lodhur. Sa herë më ka ndodhur mua të shkoj shumë i lodhur dhe vazhdon më ndodh se gjithë dita jashtë të rrugëve. E vërtet, është e vërtet. Po si do kesh rendiment? Prandaj them që këtu sportistët janë heronj. Për të gjitha këto arsye, po mund të shtoj edhe tjera. Mirë, ne do shkojmë sërish në një shkëputje muzikore dhe do rikthehemi, apo jo Viola, për të vijuar, sepse unë kam ende pyetje të tjera për Kristin. Po, të gjithë kemi pyetje për Kristin. Edhe ti besoj se ke pyetje të tjera për Kristin. Bukur, edhe unë kam pyetje për Kristin. Faleminderit. Hej, po filloj. Vazhdojmë të jemi këtu në studio me... Që ta kuptojnë ata që na dëgjojnë ose na shohin këtë moment. Nuk kemi ikur... Bëra një batutë shpare Gonit. Ende nga mendja. Është e sigurt akoma s'kemi ikur nga mendja, po. Se ishte situata kush do nisi kur të rikthehemi pas muzikës edhe tha Egoni, unë se Viola e bëri shpar. Edhe mua më kujtua kur ndanim çokoladat me motrën ose me vllajin që përpiqeshim të kishim në mënyrë të barabartë. E s'ndaj mirë. Po asnjëherë nuk ndaj. Edhe ishte edhe me vizore. Me vizore. Asnjëherë. E ke bërë ti? Unë mua më merrte më hante vllaj. Ti ke vetëm një vlla? Po. Okej. Ti e gon? Një vlla. Je djali vetëm. Unë jam djali vetëm, kështu që i kam darë me veten, jam treguar shumë bujar me veten. I kam dhënë vetes time më shumë se ç'duhet. Pra. Shumë mirë ke bërë, dashuria fillon nga vetja. Pikërisht. Kris Martiro, që është në studio me ne. Zhveshur tani. Wow! Po prill. Prill e sapi. Prill. S'po e themi ato tjetër. Jo. Atë që Kris Martiro. Ishte Goni gati. Kris Martiro, kur e ke bërë zhytjen më të fortë në jetën tënde? Zhytjen më të fuqishme në jetën tënde. Do të ta merrte fjalën i parë. Ka që shpar që e mendon këtë. Me skenar gjërat e ke bërë në fush, në fushën e lojës. Para pak ditësh. Okej. Ore, jo detyrimisht. Nga fitoret e radhës. Jo detyrimisht zhytje në fushën e lojës. Unë e mora për tjetër pyetjen. Cila zhytja realisht, pra një gjë që kem zhyt diku. Jo që e ke bë mirë në jetë. Në jetë. Po zhytja i bie që dikë e ke fundosur për tu çuar. Ose mbase nuk e ke fundosur, mund të jetë ai personi është fitoria jote më e madhe, po themi. A shohëm ku do të dali Viola. Po do shkoj pak më vonë atje. Do vazhdojmë me zhytjen e Gonit një. Ti duhet dish se secili ka hallet e vet. E vërtetë është. A kupton? Po, kjo e Violës s'është mirë ta bësh, domethënë edhe është, edhe s'është mirë ta bësh me zhytje. Ndonjëherë bëhet edhe me ngecje. E ke parasysh kur nisesh për të zhytur? Po, se pa na e tregon një çik. Ja ta them unë, pik është. Domethënë një shënohet aty në tabelën elektronike, domethënë si ta ngecësh lehtë, si ta bësh me zhytje. Tani ka njerëz. Si ta kalosh pop? Po, si ta kalosh pop. Ndonjëherë gabon kundërshtari vet. Edhe merr ti pikën. Edhe kjo formë e më duket se pas ka qenë kjo. Ka gabuar kundërshtar apo jo? Jo, nuk ka gabuar kundërshtari. Apo u tregua bujar. Jo që i duart fare, domethënë ti e zhyte pa blok i thon kësaj. Si jemi në terma voleybollistik. Ka mënyra më të ndryshme. Unë e kisha shumë smooth, edhe këtë lloj zhytje që thot Viola. Erdhi nga një le të themi frymëzim i momentit, edhe ajo zhytja mu përkthye në një fitore shumë të bukur pastaj. Më dha kupën. Mirë, tani i lëm termat voleybollistik dhe kalojmë tek. Jo, bëri një e kuptoj diçka më duket e gon. Kalojmë tek historitë e thëna pa i veshur kështu me terma të tilla. Ne i duam gjëra troç. Ta lëm peshoren tani, kështu që cila është fitoria jote më e madhe në jetë? Në jetë. Ti e do nga ana profesionale apo e do nga... Jo, personale. Personale. Po sigurisht është njeriu që kam krah për momentin. Dhe prandaj thash se po shkoja nga termat voleybollistik drejt prandaj edhe unë ndryshova drejt. Jo, po shkoja drejt trofeut, po e paralizoja me një trofe, por që është absolutisht njeriu që kam në krah dhe që është një nga burimet, mos them burime më i madh i frymëzimit. Unë e shoh paktën kështu nga aq sa kam parë, kam
parë si një suport madh për ty. Është vërtet. Është fat i madh se e kam dhe menaxhere artistike në të njëjtën kohë. Pra, më duhet në e një Viola? Po më duket se e ka parë tek festat tona që kemi organizuar. Se në rrjetet sociale unë s'kam parë. Jo, shiko. Okej. Jo, puna jote është, po thjesht u çudita nga një njëftë Viola prandaj. Jo, Viola ka rastisur. Në rregull, s'ka gjë. Rastisur. Domethënë publikojmë edhe gjërat përbashkëta her pas here, po unë jam përpjekur që gjërat e mia personale ti mbaj personale, sepse jo për gjë, po mjaftueshëm gjëra publikojmë dhe ndajmë për njerëzit, kështu që ca gjëra ndonjëherë shijohen dhe e di çfarë më pëlqen. Realisht absolutisht e drejtë. Jo vetëm në Shqipëri, po që nuk pëlqen fare, po edhe kur e bëjnë me njerëz të cilët janë personazhe të Hollywoodit apo nuk më pëlqen pse duhet bëhet lajm jeta personale e një individi. Për te pyetjes që në këtë moment vjen shumë natyrshëm, se mos e ke interpreton edhe. Po jo, të lutem. Se nuk është se po e bëjmë ne për të nxjerrë ndonjë klikim, por vjen shumë natyrshëm. Kam folur, mos kimera, kam folur për këtë gjëna edhe në intervista të tjera, kështu që është. Ku i pëlqen më shumë ti asaj, tek televizioni? Tek volejbolli apo tek DJ Lëku? Të them që është peshore dhe ajo, e merr përgjigje? No. Vërtet? Po. Edhe kemi 4 ditë, 3 ditë diferencë nga ditëlindjet e njëri tjetrit. Tani po fillova me historitë edhe në këtë drejtim, do ta zgjasim shumë podcastin. Por çfarë ka thënë për shembull kur ti fillove me këtë pasionin për të bërë muzikë? Ka qenë shtysa më e madhe. Njeriu që më tha pse nuk provon bësh DJ? E i pëlqente edhe vetë për ta bërë, i pëlqen akoma edhe sot. Më thot gjithkohon, më mëso dhe mua, po thjesht s'kemi atë kohën fizike të mjaftueshme që tulemi ta praktikojmë, që do ta bëj në një të ardhme absolutisht, edhe për shef. Publik. Po, edhe për shef. Jo, ja kam thënë. Kam thënë se nuk ka lezet shtëpia pa një, ku diun, ose një event i bukur që mund bëhet ku të dy mund të jemi duke luajtur DJ, do ishte gjë shumë e bukur. Po kam shumë të përbashkëta me të. Kam jashtëzakonisht shumë përbashkëta. Ndonjëherë më duket vetja kështu si 2 pika ujë, sigurisht kam njohur prej. Është partneri është DJ? Ja. Okay. Ka qejf. I pëlqen shumë muzika, ka qejf të mësoj dhe do donte kështu mendoj me një imagjinat që mund t'i kaloj kështu spontanisht që një ditë ishim në stage të dy duke luajtur. Po pse jo, do ishte bukur. Po, është në fakt janë 2 DJ që janë me famë botërore. Charlotte David fakt. Po, burrë grua dhe bëjnë shumë sensacion në këtë botën e showbizit dhe të muzikës. Gjithsesi, do thuash ti, po se ndajmë shumë hapësirat të përbashkëta. Domethënë, ajo më ndjek gjithandej normalisht me volejbollin, i kemi punët shumë afër, kemi përballë me njëri tjetrin, domethënë, nëpër festa kudo jemi bashkë. Edhe do thuash ti, je gjithandej bashk, edhe ke muzika do që ta fusësh aty në stage. Po dali një sekond se i pas keni punët përballë njëri tjetrit. Mos thuaj që është në televizion tjetër apo ja. Jo, ha? Jo, është. Okej, në rregull. Tek godina ku është televizioni, po bëri lidhjen. Jo, kemi vërtet shumë pika të përbashkëta dhe është fat edhe këtu, shumë i madh, sepse janë ca halle më pak në jetë. Po, vërtet, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme që ti të mos rish të shpjegohesh çfarë po bën apo ku do shkosh apo pse bëre këtë, pse bëre atë, sepse janë ca gjëra që kur i ka patë vetë me sytë e veta si funksionojnë apo si bëhen, është e qetë dhe kjo qetësia është çfarë e çon përpara. Komunikimi mbi gjithçka tjetër. Patjetër. Komunikimi mbi gjithçka tjetër. Je kështu natyrë romantike apo? Se duhet kuptoj pak këtë natyrën tënde me. Unë mendoj që jam, po më kanë thënë që s'jam aq shumë. Okay. Tani në sensin do të thosh. Cilat janë kritikat? Kritikat. Për shembull, dhuron lule për çdo përvjetor? Shiko, kur nisë një shiko. Çfarë janë këto? Çfarë se kuptoj? Lule. Jo, se nuk i ka qef. Okej. Më besoj që nuk ka asnjë vajzë që nuk i ka qef lulet. Jo, dakord, po nuk është se janë kështu, wow, më ka ardhur kjo lulja edhe s'po bëj gjë sot se e kryeva misionin. Se më erdhi lulja, domethënë. Nuk është se është kështu. Jo. Jam romantik sepse jam njëri që mendoj më shumë për eksperienca se sa për gjëra fizike apo ku diun për dhurata. Dhuratat janë të rëndësishme dhe i bëj sigurisht, po
Mendoj për shembull për të formoj eksperjenca, kujtime. Udhëtime kam parë unë. Po, udhëtimet i Këto kam. udhëtimet e fundit kanë qenë paktën nga çfarë është postuar në rrjetet sociale, kanë qenë me vërtet goxha aventura. Po, kemi 2 vite, se kemi dhe çështja është që kemi rreth përbashkët shoqëror. Pra unë kur duhet dal me shokët e mi, jam dhe me partnerën time, dhe ajo me të vetët, jam dhe unë atje dhe nuk para kemi kështu ndarje. Sigurisht koha me çunat është koha me çunat. E gon ti e di shumë mirë këtë. E vërtet është. Edhe pse dhe me çunat ndonjëherë e marr me vete sepse kënaqet aty edhe kemi çfarë ndajmë gjëra. Është fani kjo pjesa, po udhëtimet po. Kemi rreth shumë të madh, të mirë, të ngushtë shoqëror dhe kemi kaluar ca pushime të bukura, sidomos 2 vitet e fundit, me që dorim te pushimet. Kemi qenë në Azi 2 vite të fundit, në Vietnam, Tajland, në ku kemi qenë, Kuala Lumpur, në Indi. Pra kemi bërë ca tripe të gjata të bukura dhe me të vërtet janë highlighti i vitit. Janë për mua me zi pres të vi ai gushti. Ti fik të gjitha se kur i gushti shumë pritur. Po për ne të dy po njerëz, se kur je në televizion dhe ke një kontratë që është gjithë vjeçare, je për ditën e emision mëngjesi, nuk ka pushime për ty. Domethënë kështu që ato gushti shfrytëzoje mirë. Bajrami, 14 marsi, ku di unë, 7 marsi, 8 marsi nuk ekzistojnë për ne në televizion. Janë pushim për pjesën tjetër, ndërsa neve duhet pushojmë vetëm kur marrim atë lejen e vjetore të madhe. Por shumë e vërtetë është ajo që thetit, të dish me Viola, që për ne çunat, koha me çunat është gjëja më e shenjtë, nuk e zvendçon asgjë tjetër. Më e shenjtë, s'do e pranoja këtë. Ja. Arten DJ më i mirë prej krejtëve, sapo na e konfirmoi. Ska si koha me çunat. Ishte efekti më i bukur. Është një dashuri që unë sta përshkruaj, është një bromën si sta përshkruaj. Për ne gocat, koha me gocat është më e shenjtë. Nuk është njësoj si koha me çunat. Jo se ju nxirrni thikat edhe hanxharët me njëra tjetrën. Jo, çështja është ne çunat, për shembull kur jemi me njëri tjetrin, shahemi, pullizohemi me njëri tjetrin, po në lloj formash kreative, në forma më të ndryshme. Hapet libri i shtëpisë aty. Do të thënë e prekim njëri tjetrin pikat më të dobta, po e bëjmë me një lloj dashurie që të dy e kuptojmë, të tretë, katërt sa jemi atje në tavolinë. Dhe kjo është gjë më e bukur, sepse kur ikim pastaj nga ajo tavolina dhe flasim me dikë tjetër për shokun, e ngrejmë në qiell, flasim gjërat më bukura. Se ne gocat jemi kështu, jemi, ua zemra sa e bukur e bërë sot. E themi si ishte bë ajo. Me atë ishte ndërkohë para se të takohesh me këtë tjetër. Tani e vërteta gëm, po duhet thënë ndonjëherë. Momenti më i sikletshëm që të kanë ndodhur live në televizion, Chris. Sa dush? Bugati Arten për të vendosur efektin e radhës. Artenin e quaj Papi, sepse na ka ndodhur një episod shumë i këndshëm në televizion. Viti parë që unë dilja në transmetim, jepja lajmet, dhe bëj një lapsus tek ishin ato ditët e fund vitit, është papa që del, që thot urbi et orbi, bën atë urimin e fund vitit. Nuk e di si më lidhet gjua atje dhe i them papës papi, dhe më shkoi në mendje papi Çulo, çfarë nuk më erdhi atje, vetëm papa nuk më erdhi. Dhe vetëm kur dëgjoj një hapet kufja e regjisë, që ndronte Arteni në regji tek ai televizion, edhe vetëm kur më lëshon një të qeshme me sa kishte shpirt, domethënë më e fortë se kjo. Më e fortë se kjo, edhe unë isha kështu, domethënë mund të ishte java parë që isha në ekran, domethënë bluza ime, këmisha ime nga mbrapa mund të ishte uj normale dhe faleminderit, natë mirë. Se nuk ke, do të thotë, s'ke atë eksperiencë si ti menaxhor sa situata si duhet, po kjo është një nga ato gjërat e sikletshme të bukura që e kujtoj dhe ja na ka lënë dhe na ka pakzuar me një nickname me njëri tjetrin. Papi Endorbi. Thirremi kështu. Papi Uron. Papi ka qenë një nga emrat që e kam diskutuar me Artenin, ta vendosja kështu si emër artistik. DJ Papi apo jo? Po jo, u martirizova. Sa e bukur kjo, shumë e bukur, po besoj nuk e ke patur më këtë lloj, po themi sikleti kur ke moderuar. Situata ndodhi. Shiko, e di si është çështja, momentet vështira, sidomos kur je live, ka pafund, ka çdo ditë, me thënë drejtën. Se
ikën linja, ikën i ftuari, ka ca tema që ti sjellaj kompetent për ti trajtuar. Di çfarë më kujtohet mua, më kujtohet një situatë imja. Ju të dy jeni live mos gaboj, ëh? Po. Po s'ka, nuk e bën dot emision, vetëm emisionin e mëngjesit se bën dot me regjistrim. Po nuk ta regjistrosh në mbrëmje po. Po. Domethënë ti nxjerrësh gazetat e mëngjesit që në mbrëm. Çan deri kam ti me dy personazhe që janë live. Po ke bërë dhe ti, ke bërë dhe ti diku. E kam bërë unë po. Aha. Edhe okay, që ta tregoj këtë situatën për të thënë që është e zakonshme ndodhin lapsuse edhe situata të tilla. Se mund të jesh super përgjumësh, ashtu siç kam qenë unë atë ditë dhe në vend i thoja të ftuarit faleminderit zoti Stefa, i thash faleminderit zoti Ftesa, na bën një stef për në karnaval. Kështu ka shumë. Kështu ka shumë. Ja vë ndromë vendet me gjithmonë. Sa e madh. Po isha përgjumësh, nuk më kishte dalë gjumi akoma. Faleminderit zoti Ftesa, ëh, na bëni një stef për në atje po. Ka ndodhur për shembull edhe një episod i sikletshëm që shpresoj të jetë zhdukur ajo videoja nga YouTube-i, se nuk e mbaj mendën në këmbë. Do ta kërkoj direkt sa gati, ha. Ta them emrin tamam. Ka hapur një faqe memesh e gon. Jo, kisha një personazh që nuk e njihja, për vërtet. Unë vija nga një udhim, kisha qenë jashtë shtetit dhe kisha bërë skaletën të premten gati, e dija kush do vite në studio, isha përgatitur gjitha me radhë. Dhe autori kishte ndryshuar emrin e të ftuarit, unë isha për një udhim në Zvicër, jam kthyer orët e vona të dielës, domethënë. Pas mesnate dhe në orën 6 duhet isha në punë në mëngjes dhe nuk isha ndjeni që ishte ndruar personazhi. Pra kisha violën premten, kishte Ardegonit të hënën edhe nga që nuk e dija kush ishte, mendova që mendja se edhe pa gjumë, udhtim i lodhshëm e të gjitha me radhë, shkoj edhe e prezantoj sikur ishte ai i të premtes, pra ai personazhi që ishte në skaletë të premten. Edhe të them ty Viola mirëmëngjes, mirë se erdhe. Sigurisht jo Viola, po një emër tjetër, diun Gzimi. Mirë se erdhe Gzimi. Edhe veten Gzimi apo? Gzimi shkret nuk u bë si ajo memja që i thotë unë kam emrin, ajo dhe e kam më të shenjtë se sa. Emisioni juaj. Po e shkreta. Do ta ftojmë atë zonë se është shkrimtar i mirë. U tregua shumë mirë kuptuese, u përtyp një herë dhe e kuptova në moment gabimin dhe u korrigjova, thash ndjes 100 herë, më falni, thash. Dhe vazhdoi programi. Mirë, okay, nuk asu denoncova. E korrigjove edhe si thua shpëtove, kështu që nuk besoj që kishte nevojë të bëj meme, sepse e ndryshove më një herë në moment. Po, memja sot ka vetëm pjesën e parë, po. Edhe transformon dhe pastaj s'dihet më se ç'bëhet me ty. Me jetën tënde. Jo, thjesht je bër i famshëm pa e kuptuar. Del nga puna dhe kupton që je bër. Shumë vërtet kjo, po. Po bëre meme i famshëm. Ore, mjafton. Me qira fjalët e fama. Ke dashur të bëhesh i famshëm në mënyra të tjera ti? Si për shembull të marrësh pjesë në reality show? Të kanë ardhur ndonjëherë ftesa, për shembull. Reality show nuk është se kam pasur si synim ndonjëherë me thënë të drejtën të bëhesh i famshëm, ti i famshëm je, se ndoshta nuk u shpreh unë mirë. Jo, nuk është çështja e fama, se unë edhe këtë lloj. Shiko, nuk e ndjej veten të famshëm me thënë të drejtën. Nuk është se kam atë lloj fame. Kanë dalë ndonjëherë njerëzit për të protestuar për atë që i thuaj i famshëm. Asnjëherë. Jo. Kështu që nuk e konsideroj veten të famshëm, por mendoj që bëj shumë gjëra aktive për momentin që s'do kisha shumë qejf që ti pezulloja ose ti ndalja për periudha të gjata kohore, se e vërteta është që po ju bashkove këtyre reality show, do stoposh nga një drejtim. Do thuash ti do marrësh nga një anë tjetër. Edhe kjo varet se si të merr. Por ftesë më ka ardhur. Nga? Se e the kështu në ikje e sipër, po pritë një sekond. Jo, ftesa më ka ardhur edhe se di. Edhe ti pranove të ne do të çojmë shumë shpejt apo jo? I kam thënë po e peshoj. Po e peshon akoma. Ti e di që në volejboll nuk lejohet të peshosh. Po, ta peshosh stopin apo jo? Është faull. Po mirë do e lëshoj. Lëshoj ose zhyte. Ose ta zhys. Po mirë, varet edhe mund të. Ka ngelur pak dilem. Ka ngelur dilem akoma. Okej, mirë. Se që do të thoja, ku e la me ku në mbeti? Do thoja një gjë, po e harrova tani fare. Ku e kishe? Hajtë se e gjejmë bashkë. E kisha ku e kishe? diku. Te cili drejtim? Ke volejbolli, ke muzika, ke shoqëria, apo ke jeta jo. sentimentale? Nuk më vjen tani. Nuk të vjen. Nuk më kujtohet. Do dali vet. Deri në fund ka për të dalë. Do ta nxjerrë kokën. Është e sigurt. Është e sigurt. Tek protestat e kisha, po nuk. Protestë fama. Diçka me famën. Diçka me famën. Po tani e lëm se po më iku nuk vjen. Nuk vjen më. Isha fokusuar tek përgjigja për të fitur. Hajde kon ta manifestojmë ne të dy që do t'i vi Violës. Do më vi çfarë? Do t'i vi filli. Po Violës në fakt jeni.
Do më vi pyet. Gjilpëra kasht do dali në sipërfaqe. Pyetje, gjejeni se çfarë pyetje do të bënte Viola, na shkruani poshtë në koment. Çfarë pyetje kishte Viola në mend? Mirpresim. Janë 3 karriera, kështu që nuk e di sa e thjesht do jetë për ty që të diferencosh njërin dhe të më thuash një nga momentet më të vështira tuat. Për cilën karrierë do dalësh në pension? Cilin pension do hash? Do hash pension si gazetar, moderator, do hash pension si volejbollist apo do hash pension si DJ? Do filloj të haj pensionin e volejbollistit edhe do bëj moderatorin. Do haj një sa të mbaroj këtu se Bisa kova ngrënë edhe. Tani Shargjëm shumë kalori edhe. Kristi duhet kishte fillu vrapin këtu. Po, bëj pak të zemin për stërvitje, se jam edhe periudhë shumë të rëndësishme të kampionatit. Gjithsesi, ja them me shaka shoqërisë që do kisha shumë dëshirë për shembull që 40 vjeç, ja 45, pensionohesha. Pensionohesha edhe të merresha vetëm me muzikë. Të prodhoja muzikë, që e kam nisur, by the way. Dhe të luaj edhe DJ, pse jo? Kam ca DJ që më inspirojnë shumë, janë nga 60 e ca vjeç, edhe vazhdojnë bëjnë ture botërore, inspirojnë me miliona njerëz. Pse jo? Zgjohesh mëngjes, dalësh në balkon, me atë kafen apo cappuccino, të hapësh laptopin edhe nisësh një projekt të ri, je frymzuar për të bërë një muzikë. Kjo është ëndra në sirtar, se ti mund ta mendosh veten këtu edhe në një ku di unë, shezlong apo në një ku di unë lisharse, në një ishull, por ke humbur Chelsea në sirtarit. Jo, nuk e kam humbur Chelsea, aty e kam Chelsea dhe mund ta hap kollaja të sirtarin, them të drejtën. Po kam përshtypjen. Shëndet. Fjalë vërtet. Fjalë vërtet. Chelsea nuk ka humbur. Chelsea nuk ka humbur. Por besoj që alergjit kanë bërë të vetën. Ka humbur Liverpooli, po? Ka humbur Liverpooli dhe mbas edhe Interi. Okej. Mos e tifozon Interin Viola apo jo, s'ka lidhje. Nuk e di, po. Nuk po mbaj dot lot nga Interi. E vërtet. Por çfarë do thoya? Problemi është që ne peshorët kemi një hall të madh në këtë jetë, që nuk ndajmë mendjen çfarë duam të bëjmë. Dhe duke qenë se nuk ndajmë mendjen çfarë duam të bëjmë, kur ke tani edhe këtë pasionin e madh për muzikën, je edhe sportist profesionist, je edhe gazetar që ke 10 vite në media që bën një gjë që gjithsesi e don, më thuaj ti mua. Kjo është shumë e vërtet për te shakave. Ne kemi shumë të vështirë të ndajmë mendjen. Po. Jo vetëm për këto, se këto janë gjëra madhore, po ne s'dim çfarë do veshim nesër. E tmerrshme. Si ja bëjmë? Do hapim një grup WhatsApp. Po. Edhe të shtojmë dilemën thua ti. Po edhe ti çojmë kështu foto me garderobën njëri tjetrit. Jo, ta hapim se Viola si vendon ti për këtë kuqem. Do kisha ngel pa u veshur, kështu që më mirë ta hapim. Më mirë ta hapim që të tani vjen dhe vera, nuk është aq problem, po. E vërtetë është, ha. Ma le si, nëse të pyeta cili është momenti më i vështirë. I kujt moj? Zgjidhe vetë. S'kam më fare. Ku ka momente të vështira? Asnjë. Nuk kam. Nuk beson. Nuk vuaj fare. Ku të besoj? Tek gjërat e vështira, tek sfidat. Shikoj, momentet vështira ka për te shakas her pas here, por çështja është që kur ke atë mindsetin e dur edhe mentalitetin e dur, jam përpjekur që ta jetoj jetën me thënë të drejtën shumë pozitivisht. Domethënë ti marr gjërat, sporti ndoshta më ka mësuar që humbja është pjesë e jetës. Do humbësh që të çohesh, ti kuptosh vlerën edhe të fitosh. Dhe mua më ka ndodhur shumë herë. Kam humbur kupa, tituj, kampionate, kam fituar pafund shumë, po dhe kam humbur jo pak, dhe është e gjitha pjesë e procesit. Edhe kjo më ka mësuar që edhe jetën ta jetoj kështu. Çfarë lloj situate vështirë që vjen për një arsye. Do të thënë dhe kur jam ndar nga dikush, pas kam që ndar për më mirë, sot e kuptoj. Dhe kur jam larguar ndoshta nga një televizion, ndoshta apo nga një projekt, nga një gjë, ke menduar që është fundi botës? Jo. Është piknisja e një gjëje më të mirë për ty. Po e pe jetën me këtë lloj syri, me këtë lloj mindseti, do bësh shumë paqe në jetë. Po u ankove dhe po mendove që ndodhi kjo se e bëra këtë kështu, se duhet ta kisha bërë ata ashtu, se bëra këtë ashtu, më keq të merr. Më thënë, njerëzit pesimist janë njerëzit që e kanë jetën më malore, nuk
ditën. Po shkrepe u Arten, për burë se kam 5 minuta që po të pres. Na kanë thënë që ti lutesh natën. Për mëngjesin. Nuk e di për çfarë, po tek Padre Guillermo. Ishte një prift shumë interesant, Padre Sa i mirë që ishte ai. Guillermo, po, di se tani me këtë që portugalishten ishte paradite prift edhe pasdite DJ. Shumë interesante ai. Edhe të roqi shumë vëmendje. U mbush Pallati i Sportit Feti Borova me shumë njerëz, unë kisha fatin që t'isha pjesa e line-upit, hapja festivalin për Padrën dhe u surprizova shumë në fakt nga njerëzit që kishin ardhur. Tani sigurisht pjesa më e madhe kishin ardhur për Padrën, po mëkatar ta gjithë. Mëkatar, po jo, vërtet kanë ardhur njerëz, kanë ardhur mosha të mëdhaja. Mbase i dukej si një seancë terapeutike, ku diun, shpirtërore, pastruese. Tha Padria, kaq nuk më vjen kish mua, tha. More. Edhe kur filloi Padre atje me muzikën në orën 2 të mëngjesit. Pyetje, tani që një nga personat besoj që për të cilët ti ke simpati është DJ, a do bëhesh edhe prift? Unë kam shkuar 10 vjet në Kish. Kam qenë pjesë e rregullt e seancave kishtare, po jo kish kështu klasike. Janë këto le të themi organizatat që ndërtuar katekizëm quhet, kam përshtypjen. Nuk di ta them me siguri, por ishin si klasa për si klasa që ti ke bën evente, bën aktivitete, udhëtime gjëra, dhe sigurisht njihesh me mësimet e Biblës. Dhe kam shkuar për shumë vite. Sot nuk jam më, sepse jeta ndryshon, njerëzit ndryshojnë, ti kupton ku je, çfarë do, domethënë merr ishte thjesht batutë. Jo, shumë mirë bëre që nuk edhe s'para kam folur për këtë, se nuk është se më ka pyetur njëri, por por kam marrë ca gjëra shumë të mira nga atje. Se sigurisht promovohen dhe predikohen vlerat e njeriu, ta duash tjetrin, mos ti bësh dëm, më thash që për një fëmijë 11 vjeç, ditë e sotme, që ka shumë shanse të ekspozohet me shumë gjëra të këqija edhe mbrapa shkollës, edhe ke rruga, është shumë mirë ta kalosh në, pra ti marrësh të mirën. Çdo gjë ti marrësh anën pozitive. Edhe unë besoj që ja kam marrë, se ma kujtove tani nga Padre, po që vërtet ka një lidhje në një farë mënyre, sepse edhe emri im artistik është Martir. Është një i rënë për besimin. Po unë e kam martir se kam rënë jam thënë mes se bëj 700 gjëra. Edhe prandaj tani duhet edhe të përkushtohem te muzika. Mirë. Në fund fare. Jepi Viola. Tani do të vendosim përpara zgjedhjeve, po punoj gabim me emrat e këtyre DJ-ve na korrigjo. Anima apo Artbat? Artbat. Okej. Egon, do vazhdosh apo? Po, Artbat apo Adriatik? Adriatik. Janë inspirimi im më i madh dhe nuk ka vit që unë nuk ndjek të paktën një shfaqje tyre kudo ku janë nëpër botë. Vërtet. Okay. Po. Adriatik apo Tale of Us? Mos. Pyetja e vetme që nuk do doja të më bëj. Ja që ta bëm, dhe tani duhet një përgjigje. Shiko, i ke nga shoku yt këto që ta dish. E di që i kam shoku ta bën sot. Adriatik. Okej. Adriatik apo Miss Monique? Adriatik. Okej. O ti ku çfarë bën apo? Nuk e tradhtoj Adriatikun. E diti që një nga çunat e Adriatik është shqiptar? Vërtet? Po, Adriatik janë një dyshe, është me origjinë nga Kosova djali dhe do të ketë këtë verë për herë të parë do të vinë në Kosovë, do të performojë. Dhe është një event, është diçka shumë, është big deal, është shumë e madhe. Nice. Okej, Adriatik apo Argi kam përshtypjen? Adriatik. Okej. Adriatik apo El Padre Hierme? Adriatik. Adriatik apo Inelea? Adriatik. Ua. Adriatik apo Monolink? Adriatik. Janë dy emra që mund të më, po nuk e di nëse janë tek pyetësori juaj. Okej. Se besoj asnjë. Adriatik apo Chris Avantgarde? Adriatik. Okej. Fiton Adriatiku. Adriatik. Jo lapaj. Kudo që të jesh. Kudo që të jesh ti. Ishte shumë e vështirë kur u ballafaqua me Tale of Us, sepse Prime Tale of Us ata që kanë kur bënin muzik
kanë qenë shumë cilësor. Por nëse do më vinit ndonjë Jeff Mills apo ndonjë Carl Cox në konkurim me ta, do t'i zgjidhja sepse janë legjendat, janë pionerët e muzikës elektronike. Adriatik apo Arten? Arten for life. A të bëjmë pyetje unë ty? Është njeriu i parë me cilin kam luajtur back to back, si mund ta Se një e maj mend edhe unë, që s'marr vesh ka muzika elektronike. ha një. Adriatik apo Koh? Koh? Kush është Koh, Fjol? Është Se njo. DJ Arten. Hajde na ndihmo, të lutem, se nuk mundem. Koh. Është i muzikës techno, më duket. Është pak i vjetër, gjerman. Prit. Mos e ke fjalën për Paul Kalkbrenner apo? Jo. Gjerman? Gjerman. Por as mendja dhe unë tani. Kush është ky more? Asun nuk... Ma trego pak tani nga telefoni se Një sekond, unë do ta gjej. se për sa kohë as që s'po e gjej dot se kush është, dyshoj që ti zër vendin Adriatik. Unë do ta gjej. Kam përshtypjen që Ëh? po ta donte, do ta... Nuk duhet jetë Robert Koch, apo nuk jam i sigurt unë tani. Nejse. Mos u lodh se shumë e vështirë të kaloj Adriatik vendin vazhdon Adriatikut. prap. Edhe ritheksojmë edhe një herë jo lapaj. Bëni pak push kësaj videos ti shkojnë në vesh Adriatikut se do kisha shumë qejf që të bashkëpunoja. Me filmin si e. Ej, shiko sa gjë e bukur. Trajneri po më merr në telefon këto momente. Fix. Dhe fiks ne tani do të Po më merr në telefon sepse flashojmë. ne kemi stërvitje pas pak minutash. Është. Fix. Dhe kur ti të kesh kohë nga 100 gjërat që bën, ke një bilet dyshe për në Cineplex ose në Teg ose në SHTU, kur të mundesh Se më ka marrë malli, kam kopa shkuar. për filmin që do duash. Thank you Cineplex. Mund të shkosh me shoqen tënde dhe të shihoni filmin që preferoni kur të ketë datën, sepse është bilet pa datë. Super fare. Chris Martiro, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu me ne. Të duam fort, kaluam shumë mirë, u kënaqëm. Edhe shpresojmë që të për të mira dhe të gëzime umbletshme. Unë e shijova shumë e thënë drejtën se nuk para flas kaq gjatë në për intervista, edhe në për podcaste, po këtë e shijova vërtet, edhe sepse Radio Soli është vend shumë miqësor për mua. Kam xhiruar setet mia në YouTube këtu Thank you. E shijova shumë, them të drejtën. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit miq të Kinotekës që na ndoqët deri në këto momente. Takimi ynë i radhës është si gjithmonë të mërkurën e ardhshme në orën 17:00. Deri atëherë na ndiqni në rrjetet tona sociale. Edhe si sot Viola, kur na shihni në rrugë, na flisni, se na bëhet qefi jo për gjë. Po, na bëhet qefi. Pafshim. Ciao. Kalofshi mirë. Kinotekën sot, drita në çdo skenë 120 minuta mendime që s'flen Nga filmit e libri, magjia që bashkon